Këtu do të njihemi me funksionet kryesore të tipit KON të receiverit nga digital. Domethënë, funksionet kryesore janë ta zëmë nëse duam të kërkojmë kanalet, e kërkimi kanaleve. Kodin japëm 000. Këtu i kemi satelite ndryshme. Tashti në varësisht se sa LNB ose sa sy kemi antenën, këtu kërkojnë rregullim. Do të thotë tek Eutelsat për shembull, këtu kemi DSHB. Te Hotbird kemi DSHA të paraprogramuar. Te Astra DSHC, te Eutelsat 2 dhe te Astra 2 asnjë. Do të thotë në këtë rast, nëse e kemi saqin me 2, 3 apo më shumë LNB, atëherë duhet me konfiguru këtu. Varësisht se si kemi rregullu LNB të antenës. Do të thotë, në këtë rast, nëse e kemi me një sy, atëherë nuk ka nevojë ta prekim, nuk ka nevojë të rregullojmë asgjë. Nëse e kemi me LNB dyshe, monoblok, atëherë varësisht se si kemi instaluar, nëse duam që të na kap Eutelsatin dhe Astrën, atëherë Eutelsat duhet të jetë DSHA dhe Astra duhet të jetë DSHB. Kjo është vetëm në rastin e përsërisë njerë, kjo është vetëm në rastin kur e kemi me monoblok LNB. Dërsa me monoblok LNB dhe kemi edhe variantin Eutelsat Hotbird. Me Eutelsat Hotbird, Eutelsati do të jetë DSHB dhe Hotbirdi do të jetë DSHA. Kemi, domethënë, ose nëse janë me 3 LNB, domethënë, pastaj rregullojmë edhe Astrën ose Astrën 2 varësisht prej çfarë instalimi kemi bërë. Tashti këtu tek kemi mundësinë edhe me motor ta zgjedhim. Nëse zgjedhim me motor, atëherë shkojmë këtu. Edhe zgjedhim motor. Kur të zgjedhim motor, atëherë automatikisht na del poshtë një me të kaltër ku shkon motori. Klikojmë tastën e kaltër në telekomand. Edhe na nxjerr këtu rregullimi detajuar, do të thotë këtu sipër mund ta bëjmë ta lëvizim saqen në mënyrë shumë ngadalshme, rregullimi normal është më shpejt. Ose pasi na del sinjali, ne bëjmë ruaj tek vendi. Klikojmë OK dhe na ruhet ky pozicion. Në njëjtë mënyrë mund të bëjmë edhe tek satelitë të tjerë, pastaj te Hotbird për shembull. Nëse kemi motor, shkojmë me Hotbird, shkojmë këtu tek motori. Dhe shtypim prapë pullën e kaltër. Dhe rregullimi detajuar derisa të nxjerrë valët poshtë. Edhe ruajmë tek vendi, OK, ja bëjmë edhe ruhet me sukses. Ka sa i përket motorit. Tashti në këtë vend kemi edhe tek Eutelsati për shembull duhet të japim një frekuencë 3. Si t'ja bëjmë? Tashti më së pari e selektojmë Eutelsatin. Këtu po ta kemi me LNB A ose B, bëjmë kështu A. Selektojmë Eutelsatin dhe hapim më së pari listën TP. Lista TP hapet me tast jeshile. Pasi të hapet lista TP, këtu kemi listën e transporteve frekuencave ndryshme. Tash duam të shtojmë një frekuencë të re. Frekuenca re shtohet. Së pari shtypim pullën e verdh. Përpunojmë shto e fshije, ku shkruan në majtas në fund. Këtu mund ta përpunojmë një frekuencë, ose ta fshijmë, ose ta shtojmë të re. Ne duam të shtojmë të re, për shembull, të veshën në satelit 12 656 04 883 vertikal. OK, ja bëjmë. Dhe kjo veç është regjistruar si frekuencë, na del numër 11. Tash duam ta kërkojmë këtë frekuencë, ja bëjmë OK. Skano. Këtu na pyet lloji kërkimi të dëm të gjitha të lira, ta zëm të lira bëjmë. Edhe i bëjmë OK.
kërkimi mbaroj, pasi ta ketë gjetur kanalin, 3 herë ja bëjmë OK, pastaj me exit dalim dhe shohim që TV-sat veç është programu. Në këtë mënyrë mund të kërkohet frekuencë edhe në satelitet tjera, nëse kemi të një satelit një veçantë ose diçka që kërkojmë për shembull te Astra, e bëjmë OK, me pullën jeshile listën TP hapim një herë, përpunojmë të jeshiltën edhe japim frekuencën. Pasi të kemi dhënë frekuencën, i bëjmë skanim dhe e kërkojmë këtë mënyrë. Funksionet tjera të kauni digital ka edhe të rregullimi i sistemit të aparatit. Këtu mund të ndrojmë gjuhën e menys. Kohën e banerit do të thotë koha e banerit do të thotë kur të ecin kanalet sa sekonda të rri. Zakonisht e lëm sa më të shkurtër, 1 sekond. Transparenta menys e tjera. Bllokimi i menys, rikthimi në gjendje fillestare mund bëhet edhe këtu. Ndërkohë funksionet tjera i kemi këtu gjendjen e abonimit, mund ta ashtu, dhe për ta shikuar abonimin do të shkojmë këtu te abonimi me kartë. Pastaj tjetër funksione tjera kemi edhe këtu rikthimin gjendje fillestare, mund ta bëjmë direkt këtu poshtë. I jep kodin fillestar që ka 000 dhe kthehet në gjendje fillestare. Tek kaunet e tipi 3, domethënë tek kaunet e tipi 3 ngjyrë zezë, jo nga ata të parat, e kemi mundësinë edhe me bë favorite. Këtu të rregullimi i listës kanaleve shkojmë 000 kodin dhe shtypim pullën e kuqe. Tash të preferuar 1 ose favorite 1. Ta zëmë të preferuar 1, mund të bëjmë me grupe. Të preferuar 1, klikojmë OK dhe nxjerrim kanalet që duam t'i kemi në favorite. Ta zëmë kanalet sipas dëshirës në favorite. Ta zëmë do të kemi Top Channel, Top News, pastaj Explorer shkencë, histori, natyrë. Të më intereson për shembull. Pastaj duam film komedi, duam Hëdënishin. Duam Hëdëtreshin ta zëm. Duam Klanin. Duam Klan Kosovën, duam Nisenishin, duam KTV-n, RTK-n, Alsat Mazhni, Muzikal, Supersonike, e tjera. Pasi kemi krijuar këtë grupimin të preferuar numër 1, dalim exit, OK e ruajmë. Dhe pastaj me favorite, me opcionin favorite, që kemi këtu, me favorite nëse shikoni, të gjithë, dhe sa të preferuat 1, këto që i bëm tani, dhe më thoni kemi të ruajtur, ose nëse shtypëm më njëra pullën favorite, në nxjerr listën të gjitha që i kemi, ose favorite kthejmë prap tek lista, dhe më thoni që i kemi zgjedhur vetë kanalet tona. Dhe më thoni, këto ishin disa nga funksionet, dhe më thoni, kryesore tek kaon.